qytetarë dhe qytetarë që ndiqni këtë bisedë me ju në rrjetet sociale. Java ishte java e protestave më të mëdha rinore qytetare që Shqipëria ka njohur dhe që shënoi dhe protestën e vetme në histori 20 ditë pa ndërprer. Sot kjo protest merr për masat më të jashtëzakonshme që nga fillimi i saj, mbasi demokratët dhe demokratët, mbështetësit e Partisë Demokratike po vërshojnë nga të katër anë të Shqipërisë qytetarët dhe qytetarët pa parti, po vërshojnë nga të katër anë të Shqipërisë dhe përveç kësaj, diaspora shqiptare ka mësy vendin e vet dhe rrugët, aeroportet, tragetet, sjellin dhjetra mijëra shqiptar këtë natë në protestën më kulmore, rinore qytetare të kombit shqiptar në Tiranë për dorëheqjen e narkodiktatorit, e kreut të meduzës të regjimit të bazuar në drogën, vjedhjen dhe farsën zgjedhore të shqiptarëve. Ndërkohë, jehona e protestës është botërore. Parlamenti Evropian në raportin e AFET-it, duke ndjekur me interes të madh zhvillimet në Shqipëri, shtoi një amandament të veçantë për Zvërnecin, ku shpall moratorium, i kërkon qeverisë shqiptare shpalljen e moratoriumit për çdo vendim të mëtejshëm në zonën e mbrojtur si peizazh natyror të Zvërnecit. Pra, zhvillimet janë historike. Ndërkohë Edi Rama vazhdon betejën e tij don kishoteske, duke shpallur armiq të popullit, një grup blogeres dhe blogerësh, të cilët sipas tij, pasi rrjedhtoi agjenturat iraniane, greke dhe ruse, tani ka shpall si më të rrezikshmit, si armiq të rrezikshëm të Shqipërisë, blogerët, internetin, mediat sociale dhe me radhë. Në vend se të ndigjoj zërin e tyre, të plotësoj 5 kërkesat me njëherë të protestës mbar popullore jo partjake, rinore, qytetare, ai vazhdon të përçmoj, vazhdon të fyej, vazhdon të injoroj këtë zhvillim historik, i cili nuk mund të dështoj në asnjë mënyrë dhe po afron ditën e fundit të këtij regjimi të rryer për shqiptarët, për mbar shqiptarët, kombin shqiptar. Faleminderit.
Linord Gërmënji, Doktor Berisha, këtë javë ka ndalë publikisht materialet të reja që lidhen me zonjën Belinda Balluku, ku pretendohet përdorimi i stafit shtetëror për interesa private në vilën e saj në Dhërmi. Ndërkohë mediat raportojnë edhe për hetimet të tjera që lidhen me tenderat dyshimt. Si e shikoni fundin e kësaj historie? A mendoni se SPAK duhet kufizohet vetëm tek varësit dhe ministrat, apo hetimet duhet të ngjiten deri tek përgjegjësia politike e kryeministrit, nëse provohet se këto afera janë zhvilluar në mbikëqyrjen e tij? Unë kam theksoj, dosja Balluku 60% është dosja Palloshit të gjatë. Dhe kjo është e faktuar në qindra mijëra mesazhe, dokumenta zyrtare e të tjerë, por dhe në qindra emaile tashmë të deshifruara dhe të bëra të njohura. E vërteta është që Edi Rama ka shpallur të mbyllur çështjen Balluku, kurse ajo ka pushtuar së bashku me Sajmir Tahirin një kat të ndërtesës Partisë Socialiste dhe drejton të gjithë aktivitetin e kësaj partie, ka marrë një pjesë të madhe me Oltjon Bistrin të misionin që kishte Ergjys Agasi, ndër të tjera ka bërë një vizitë në Shkodër dhe sipas burimeve është takuar me Enver Bajrin konkretisht. Pra është lubia që kontrollon Ramën dhe Rama kontrollon SPAK-un, ndaj dhe ndonë se flitet me të drejtë se do ketë një mandat të dytë arresti, por unë shoh që më shumë po pritet mbyllja e parlamentit dhe mos lëshimi i këtij mandati. Druaj. Ben Hasani, përshëndetje doktor. Edi Rama në fjalimin e tij kilometrik sot ja hodhi fajin rrjeteve sociale për protestën qytetare që sonte pritet të jetë më e madhja. Siç duket, Edi Rama nuk shikon asnjë problem tek vetja dhe qeveria e tij, por sipas tij e ka fajin algoritmi. Si i komentoni këto qëndrime? Unë këto qëndrime i komentoj si trillime, si fantazie smur, si vërbri nga pushteti i Edi Ramës. Unë do të theksoj këtu se dosja e Zvërnecit është fund e krye, përgjegjësi direkte e Edi Ramës për mungesën totale të transparencës dhe dhunimin nen për nen të ligjeve të vendit dhe ligjeve ndërkombëtare. Edi Rama përpiqet të fshihet, por me sa kuptoj unë, ai në mënyrë absolute ka mashtruar kompaninë. Dhe kompanit, mbasi, në kundërshtim me të gjitha kushtet ligjore, ai ka lëshuar lejen e zhvillimit për hir të zvërtetës, çka ai e fsheh. Ai ka lëshuar në janar të këtij viti edhe lejen e ndërtimit. Dhe ka lëshuar lejen e ndërtimit për 3 bloqe. Për 3 bloqe. Dhe lejet e ndërtimit janë kompania vetë ka kërkuar me noter anullimin e tyre. Edi Rama i fsheh të gjitha këto. Edi Rama tani përpiqet t'i vendos në ligj gjërat, po mashtron. E kam thënë dhe e them përsëri.
se Shqipëria, si vend i cili negocion me Bashkimin Evropian për integrimin e plot në Bashkimin Evropian, është e detyruar ligjërisht që çdo hap që nërmerr në drejtim të zonave të mbrojtura, pejsazheve të mbrojtura, rezervateve të paprekshme natyrore, parqeve kombëtare, është e detyruar të respektojë me përpikmëri ligjin Europian Natyra 2000 dhe direktivën e Komisionit Europian për habitatet dhe zoq që janë të viteve 2006-2008. Të ndalemi pak këtu. Edi Rama ka kryer një krim të shëmtuar duke ndryshuar ligjin e zonave të mbrojtura, duke i krijuar dorës ti të zezë për të ushtri aty ku nuk duhet të shtrihet. Partia Demokratike kundërshtoi me forcën më të madhe atë ndryshim 2 vite më parë. Komisioni Evropian ka kërkuar rikthimin, largimin e amendamenteve të modifikimin që bëri ai. Edi Rama mashtron kur thot se s'kemi ndryshuar gjë. Përveç kësaj, ka një ligj i cili ndalon dhënien e lejeve të ndërtimit apo lejeve të zhvillimit aty ku ka konflikt gjyqësor privat. Dhe sot aty ka jo një, po janë disa konflikte gjyqësore. Dhe ai bën loj fjalsh, se ato para po dolen këti, do i metë ati, jo, në qoftë se ka konflikt gjyqësor, pritet zgjidhja e konfliktit. Dhe kur mbrapa lind konflikt gjyqësor, ligji thot përgjigjet qeveria. Palës së dëmtuar i përgjigjet qeveria. Edi Rama ka shumëzuar me 0 komunitetin lokal. Kusht themelor i konventës së Aarhus, konvent të cilën Shqipëria është palë dhe detyron palë që për çdo veprim që bëhet në zonë duhet të konsultohen me komunitetin lokal, me qytetarët. Edi Rama ka dhënë lejet e ndërtimit dhe lejet e zhvillimit pa u bërë siç kërkon direktiva europiane dhe ligji shqiptar, pa u bërë vlerësimi i mjedisit, pa u bërë vlerësimi i përshtatshmërisë, që është kushti i parë. Dhe pasi bëhen vlerësimi i përshtatshmërisë, bëhen ose jo hapa tjerë. Asnjë nga këto hapa tani po bëhen, duhet ishin bërë përpara, sepse nëse vlerësimi i përshtatshmërisë thotë se nuk mund të investohet, nuk mund të investosh. Thjesht nuk mund të investosh. Ky është përcaktimi ligjor i direktivës Komisionit Evropian. Dhe kjo direktivë nuk është pa garant. Ka një gjykatë, është gjykata europiane që absolutisht gjykon. Gjykata Europiane e Luksemburgut gjykon një lloj si për të drejtat tjera të çështjes të mjedisit me rrepsin më të madhe. Edi Rama të gjitha këto i ka mbuluar sikur ta kishte pronë të tij dhe sikur të shkruante, sikur po punonte në borë, edhe në borë të tij s'mund punonte në këtë mënyrë. Pra në një farë mënyre, ai ka mashtruar, ka vepruar si sultan një sultanati, mesjetar, absolut. Kështu që
nuk e kanë fajin as algoritmet, as influencierët, as interneti jo, po fajin e ka ai që e konsideron Shqipërinë çiflik të tij dhe që për interesat vetë është i gatshëm të marrë çdo vendim. Lida Xh. Një pyetje drejt për Berishën. Nëse më 5 qershor ishit kundër kësaj proteste, pse sot bëni thirrje për t'u bashkuar? Kjo protestë lindi nga qytetarët dhe shumë prej tyre nuk duan ta shohin të politizuar. Ndoshta për një herë të vetme, do t'ishte mirë të dëgjojë zëri i popullit dhe të respektojë iniciativa e tij, pa u përpjekur t'i vihet flamuri askujt. Absolutisht asnjë përpjekje ndërruar zonjë. Të garantoj që nuk është bërë asnjë përpjekje, por mos harroni një gjë. Kemi 13 vite që protestojmë. Mos harroni një gjë, se vetëm periudhën që patëm kuvendin e këto, por ne ishim protest kundër Edi Ramës. Kërkonim largimin e tij. Dhe 5 kërkesat e protestuesve janë njëkohësisht kërkesa, kanë qenë dhe janë betejat edhe tonat. Atëherë. Cili ka qenë qëndrimi ynë? E para, ajo që thoni ju, nuk është protest e PD-s. E dyta, asnjë paraqitje simboleve të Partisë Demokratike në protest, sepse është protest rinore qytetare. E treta, thirrje për pjesëmarrje masive si qytetar. Besoj se këtu, çfarë mund t'i thoni ju një populli që ka 13 vite që proteston kundër Edi Ramës dhe kauzat e veta që të mos protestojë atëherë tani? Kjo nuk do kishte kuptim, por nuk është bërë. Dhe e fundit, pavarësisht nga thirrjet e dirigjuara tërësisht nga opozita e opozitës dhe grupuskula të Sorosit kundër Sali Berishës për të ndihmuar Edi Ramën, me qëllimin e vetëm për të relativizuar dhe ndihmuar Edi Ramën, thirrja ime ka qenë të gjithë në protestë. Qytetarët kanë të drejtë të brorasin si të duan, kurse ata të cilët mendojnë se duke të shfrytzuar mikrofonin mund ta manipulojnë atë protest, ata do dështojnë. Jam dakord me ty, ajo është protest strikt rinore qytetare. Ndaj dhe nuk kam marrë pjesë, jo, por nuk, do më thënë, edhe sot shfrytëzoj rastin, të bëj thirrje antarëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike nga Pogoni, Kakavia, në Vermosh dhe në Valbon, të vërsulen, të vërshojnë drejt Tiranës në protestën më madhështore të kombit. Qytetare rinore, jo partjake. Adelina Dragoshi, zoti Berisha, në protesta ka thirrje Berisha në burg, por ju keni qëndruar 333 ditë në arrest të padrejt me urdhër të Edi Ramës për hetimet lidhur me një firmë që kanë përfituar mira ish pronar. Firma juaj ka qenë për një vendim kolegjial. Ndërkohë Edi Rama ka firmën në projekte ndërtimi ku janë pastruar mbi 3 miliardë euro para droge. Mes tyre për hajrin apo personazhet tjerë. A keni koment lidhur me këto që përmenda? Unë dhash një shpjegim. Ky është thjesht thirrja atyre që su bën dot opozitë për shkak të lidhjeve me qeverinë dhe bëjnë opozitën e opozitës. Për të mos thënë tjetrën që 2 ditë më parë Taulant Ballajaris deklarojnë në parlament se ai është promovues, ai është promotori i kësaj thirrje. Unë natyrisht nuk impresionohem nga një thirrje të tillë, as nga përpjekja për të mbrojtur Edi Ramën duke përdorur emrin e Sali Berishës. Këto janë
janë, do të thënë, janë gjëra krejtësisht të parancishme në raport me gigantin, me uraganin, rinor, qytetar, dhe qëndrimi im ka qenë ndaj të gjithë demokratëve që kur degzat, gjethet, nuk duhet na pengojnë të shohim trungun madhështor të kësaj proteste. Muharrem Kurti, përshëndetje Doktor Berisha, sot në protestë kombëtare kanë ardhur edhe shumë nga diaspora. Parashikimi juaj për fatin e Ramziut dhe të qeverisë së tij e para, dhe e dyta, elektorati i djathtë pret prej jush qeverinë në hije. E vërtet, Muharrem, ka një vërshim të jashtëzakonshëm, të paparë dhe të pa precedent drejt Tiranës. Zoti i bekoft të gjithë ata që lënë çdo gjë dhe vërshojnë sot nga të katër anë të dheut dhe të katër anë të Shqipërisë, të gjithë shqiptarët kudo që janë, drejt Tiranës dhe kësaj proteste shpëtimtare për Shqipërinë dhe shqiptarët. Natyrisht, ne ndjekim me shumë vëmendje, Partia Demokratike ka të gjithë vizionin, të gjithë potencialet dhe po bën çdo përpjekje dhe do bëj që shqiptarët të votojnë të lirë dhe do jenë vote e lirë shqiptarëve që do përcaktoj qeverinë e ardhshme të këtij vendi. Faleminderit. Sahit Muja, doktor, agjencitë më të fuqishme të botës po godasin narkomafjen e lidhur ngushtë me qeverinë. A mund të krijojmë një qeveri teknike që siguron klim për zgjedhje të lira? Pasi dihet botërisht, narkoqeveria blen votat me parat e krimit. Pyetje shumë e drejtë, një përshëndetje për zemrën e saj dhe të falenderoj për pyetjen. Jashtëzakonisht e drejtë është pyetja jote dhe shqetësimi që ngreni. Pikërisht këto ditë, bost e karteleve të drogës po nxjerrin dhëmt dhe po lvizin me kërcënime më të mëdha ndaj kundërshtarëve të qeverisë. Por përsëri, unë besoj se rruga më e drejtë, paqësore, është krijimi i një qeverie kujdestare, e cila do të përgatisë të gjitha kushtet për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Edi Rama është në çdo aspekt një armik i egër i qenjes shqiptarëve, i votës së lirë. Sajtë se ju jeni një investitor dhe i njihni mirë klimën dhe ligjet e vendit. Një gjë do të them që dosja e Zvornecit, gjithçka po zhvillohet sot rreth atij problemi, është për shkak të hileve dhe mungesës së plot të transparencës të Edi Ramës në atë dosje. Në mënyrë absolute, për shkak të mashtrimeve, të dizinformimeve, të keqinformimeve, të qëndrimeve antiligjore të Edi Ramës, dhe ajo solli këtë situatë. A mund të imagjinosh një komunitet
qindra vjeçare në atë zonë, që hap sytë në mëngjes dhe shef rrëthimin me tela me gjemba, pa pas fol njëri me tas njerë. Dhe kur u vendosen telat, gazetar të njohur e informon Edi Ramën, ja që po ndodhë. Nuk u ndje fare. Nuk u ndje fare. Pra, nuk është se në të vërtet njerëzit janë, apo ne që mbështesim kundër investimeve tuaja, absolutisht jo. Por, çdo investim, çdo proces duhet bazohet në ligj. Në ligjin shqiptar dhe në ligjin ndërkombëtar. Ligji ndërkombëtar e detyron Shqipërinë të informojë dhe të diskutojë me komunitetin. Ka një konvent e Arhus, që detyron çdo qeveri parlamentare. Ka konventat të tjera, ka direktivat të Komisionit Evropian për habitatet, për shpendët. Edi Rama e ka shkel që të gjitha. Dhe është autori i kësaj krize të thellë që tani don ta paraqes njëherë si pjell e shërbimeve iraniane, greke, ruse e tjerë, pasi dështoj me këto, tani e ka fajin interneti, blogeret e tjerë, dhe spranon asnjë përgjegjësi, është vetë autori, edhe ndosjen konkrete është absolutisht autori i kryesori i saj. Tos Doçi, doktor përshëndetja, a mund ta sqaroni opinionin publik se përse në fillimet e protestës ju i dolët kundra? Absolutisht nuk i kam dalë kundra. Edhe do sqaroj të falënderoj shumë. Po, më ke bërë një pyetje zotit kush është? Tos Doçi, Fatos. Tom? Fatos. Faton. Fatos. Fatos, më keni bërë një pyetje shumë të mirë dhe të falënderoj. Si është problemi? Së pari, Zvërneci, siç e din ti, ishte paraqitur nga qeveria si një proces investim privat në marrëveshje me privatët. Jemi dakord? Investim privat në marrëveshje me privatët. Kjo ishte paraqitja nga qeveria. Deri këtu, unë nuk mund të kisha asnjë lloj objekcioni kur një privat kërkon përputhje me ligjin të zhvillojë pronën e tij. Një gjë do ju them. Ajo zonë ka një histori. Në vitin 2014, George Soros, që kishte marrë licencë të çponte në det, u kthye dhe nguli sondat në lagun. Dhe një nga ata që ngriti zërin më fuqishëm kundër tij ishte Sali Berisha. Por hir zvërtec në atë kohë, edhe 2-3 mjedisore askush tjetër. Dhe kur kërkuam në parlament shpjegime, na thanë se ai, me qenë se e konsideroi të vështirë shpimin në det, kërkoi të çponte në lagun. Që t'i themi gjëra siç janë. Dhe nuk ishte dëmtim në tram mjedisi, se sa çpimin në lagun. Së dyti, Akërnia, zonë mbrojtur, ngjitur, me Zvërnecin. Protestuam, ngritëm zërin fuqishëm. Në qoftë se është fjala për flamingot, edhe janë shumë të rëndësishme, e them këtu, flamingot i zhduk aeroporti. E sigur që i zhduk aeroporti, se u fluturojnë avion të mbi lagun. Dhe sido që të sillen,
laguna nuk kursehet nga fluturimi i avionëve. Nuk pati ndonjë reagim tjetër. Tani vim tek, e thatë bukur ju, 2 ditë e para, jo më shumë, sepse sot po lexoja një shkrim të një grupi që nuk them është armiqësor, po gjysmë armiqësor ndaj Partisë Demokratike, grupi Birnit. Trashëgojnë disa prej tyre të paguar nga George Soros e të tjerë, dhe thoshte që Partia Demokratike reagoi me datë Sali Berisha me datën 8. Unë u them këtyre zotrive, por reagimin e Sali Berishës shkoni pak, fatmirësisht janë të gjitha të afishuara, dhe merrni pak reagimin e datës 3. 3 qershor, ku kam deklaruar këto që po deklaroj tani para jush. Që Edi Rama ka shkel ligjet e transparencës, ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar. Unë, në qoftë se, e them këtu, çdo procedurë do ishte bërë në përputhje me ligjin. Nuk më rjem kundër ligjit. Jo. Është kultura ime, është bindja ime, ndën ligjin. Por konstatova që në fillim sapo kam dënuar dhunën ndaj, ka qenë mos gabohem ditë e hënë, kur kam dënuar dhunën ndaj qytetarit që zvarritën në mënyrë shtazore, dhe pastaj kam ndjekur. Me shpejtësi kam konstatuar se Edi Rama kishte shkel çdo ligj. Dhe ke një ekspoze të plot, në qoftë se dëshon, të zgjatur në grupin parlamentar me datën 3 qershor, ku unë informoj grupin se Edi Rama ka shkel çdo procedurë, dhe se ne nuk jemi dhe nuk mund të jemi kundër investimeve tuaja në përputhje me ligjin. Kam deklaruar dhe deklaroj edhe sot, protesta nuk është e Partisë Demokratike dhe nuk bëjmë asnjë përpjekje për ta akaparuar protestën, nuk ka moral aty, por mbështesim çdo protestë të drejtë e qytetarëve për protestë dhe mbështesim çdo protestë. Dhe kemi mbështetur me qindra dhe mijëra demokrat, ju garantoj, zoti Doshi, kanë qenë dhe janë të pranishëm në këtë protestë. Pra, kjo është e vërteta. Pasi unë kam pa se Edi Rama kishte shkel çdo ligj, se Edi Rama kishte bërë veprim mashtronte, kishte dhënë lejen e zhvillimit në kundërshtim me ligjin, se kishte dhënë, ma vonë doli se kishte dhënë dhe leje ndërtimi, dhe se i fshehte këto, atëherë sigurisht qëndrimi im ishte dënim me forcën më të madhe i qëndrimeve të tij. Bulen Tupi, doktor, ka një orë që flet ai gjati, është skuqur dhe shfazuar. Ju përveç se politikan jeni dhe mjek. Psikologjik është mirë ky njeriu, se i korruptuar dhe hajdut e dim që është. Psiqik, probleme. E vërteta është që ai është i tmerruar dhe në një panik të pafund, i thonë është në dezarroi, quhet si një sindrom i çrregullimit të rënd, të psiqik dhe psikologjik, dhe nuk di ç'bën bën, njerë bën gjestet pa kontrolluara, këtu e kam fjalën, bën gjeste fizike pa kontrolluara, por edhe nuk ka kontroll dhe në ato që thot. Por e rëndësishme është që ai i ka është në ditët e fundit të regjimit tij dhe do bëhet përgjegjës për vjedhjet më të mëdha që u ka bërë kush shqiptarëve në histori. Janë 12 miliard euro të firmosura vetëm nga të kaluara vetëm nga thesari i shtetit. Çka do të thotë kjo? Taksa
të qytetarëve shqiptar, të cilët në masën 90-95% janë vjedh, absolutisht janë vjedh. Vetëm 5% e projekteve, sipas instituteve të pavarura, realizohen sot në Shqipëri. Të tjerat vidhen dhe vetëm vidhen. Edi Rama është sot një miliardier i pangopur, që mendon çdo ditë se si të shtoj miliardat tjera. Është një sklav i Lubi Ballukut, masi e ka patur atë si sekretare në të gjitha vjedhjet, e tjerë. Natyrisht ai kujton se duke folë tërkuz gjatë, do mund të bindë në fakt po bën të kundërtën, po bindë të vetët se ai është i mbaruar. Edi Rama ka marrë fund. Fatmir Selmanaj, doktor, kush do t'ishin kërkesat e sakta ndaj qeverisë në këto momente nga ana e protestës? Mendoj se kërkesa e saj është më e drejta e gjithë të drejtave. Dorëheqje e menjëhershme. Krijimi një qeverie teknike, jo partjake, me misionin, mendoj unë, pse jo partjake, se nuk ka asgjë një qeveri teknike mund tjetë jo partjake për definicion, edhe sikur të mos ishte protesta, por sot kemi një protest jo partjake. Ndaj dhe krijimi një qeverie jo partjake me misionin e përgatitjes së zgjedhjeve të reja. Mendoj se ky do ishte shërbimi më i madh që do t'i bënin kombit dhe Shqipërisë. Gjovi Nikolli, doktor, Zoti të dhënë shëndet dhe jetë gjatë. A keni menduar se këto partiçkat e vogla, Qorri me Salianin, që po çojnë njerëz për sulmuar juve dhe Partinë Demokratike, a mendoni se po ju dëmtojnë dhe kur do të dalin emrat për kandidat për kryetar bashkie? Mendoj se ata janë njerëz të damkosur, të cilët janë të gatshëm për çdo shpifje ndaj Sali Berisht dhe asgjë. Nuk harroj ndonjëherë kur bëshin konferenca shtypit të mali i Tiranës për të lidhë Sali Berisht me malin e Tiranës. U them atyre faqezive, shkon me vidosjen tani, shife lidhje Sali Berisht me malin e Tiranës. Gënjeshtra e atyre është më madhe se mali i Tiranës sot. Apo noj tjetri. Kështu që natyrisht bëjnë vetëm një gjë. Përpiqen të ngjyrosin kauzën madhështore, me gojtë e tyra të pista përpiqen të ngjyrosin kauzën madhështore të protestë rinore, qytetare dhe asgjë tjetër. Po për kryetar bashkie, përgatitjet? Do fillojmë me njëherë përgatitjet. E keni shumë drejt shqetësimin, do fillohet me njëherë. Besnik Pëllumbi, doktor, në protest dëgjoj Raman Burg, Berishan Burg. Ju e bët burgun nga Rama. Këta që kërkojnë burg për ju, kush janë se nuk del llogaria? Këta janë, do më thënë, e kam thënë që në fillim, është opozita e opozitës e cila përzgjedh si mënyrë të bërjes forcë opozitare duke sulmuar opozitën e vërtet dhe forcën kryesore, dhe zbaton natyrisht, ndihmon Edi Ramën sepse bën krahason të pakrahasueshmet. Por kjo nuk ka penguar mua dhe nuk pengon kurrë dhe asnjë demokrat që të mbështesë me të gjithë potencialin e tij protestën. Doktor, Joni D. Doktor, Rama e cilësoi protestën si anti-Trump sot dhe jo kundër qeverisë. Kur u bë kaq pro-trumpist dhe a janë anti-amerikan këta protestues? Në vlerësimin tim, në tërësi absolutisht nuk janë anti-amerikan. Natyrisht në protestë, si në çdo protestë gjigande,
i ke individa apo grupuskullat vogël anti ky, anti ajo me radhë. Por ajo që po kërkojnë ata kërkojnë në radhë të parë protest kundër mungesës së plot totale të transparencës së Edi Ramës, kundër brutalitetit të policisë dhe shkelmimit drejtave qytetare, kundër mashtrimeve të mëdha publike, kundër vjedhjeve monstruoze të Edi Ramës dhe qeverisë së tij, kundër spastrimit etnik të Shqipërisë, kundër shkatërimit të shërbimeve nga vjedhjet në Shqipëri, pra kundër plaçkitjes dhe rënimit të pasurisë shekullore, trashëgimisë kulturore, ligjeve të lëshuara, kundër investitorëve të tij strategjik, baron droge, siç po dalin gjithnjë më shumë, kundër akuzave absurde për spionazhe për tjera në një kohë kur vetë është autori të gjithë kësaj krize të thellë. Pra, nuk ka asgjë të vërtet në akuzat e Edi Ramës, ai është autori i krizës dhe duhet ikë një minutë më parë. Silvia Andone, doktor, me sa duket nga propaganda e qeverisë, po shtyhet gjithnjë më shumë ideja se PS-ja dhe PD-ja janë bashkë. Diçka që duket e çuditshme kur ju keni denoncuar i pari aferat më të mëdha korruptive të Ramës. Si e shpjegoni këtë për qytetarët që shpesh bien pre propagandës qeveritare ose patericave të qeverisë? Mendoj se kjo propagandë ka vetëm një qëllim shumë të ulët, qëllim të mirëfillt antidemokratik, antishqiptar, të krahasojë të pakrahasueshmet për të relativizuar krimet e mëdha të Edi Ramës, për të relativizuar vjedhjet të 90% të 12 miliard euro parat buxhetit shtetit në tendra prokurime, për të relativizuar, le të na thonë pak, hajde të marrim krahasimin. Me 12 miliard shifri çfarë është ndërtuar në Shqipëri. Edhe ato 17 rrugë që ndërtuan u shemben njëra mas tjetrës. Merri pak sa është ndërtuar me 3.8 miliard gjatë 8 viteve të qeverisë Partisë Demokratike. Është ndërtuar në kilometra 11 herë më shumë, janë ndërtuar në cilësi, nuk ka lvizur një prej tyre. Në vitin 2013, kur u largua Partia Demokratike nga pushteti, çdo shqiptar dhe çdo pensionist mirë të një rrogë apo një pension më të lartë, se të gjithë rrogtarët dhe pensionistët në vend të rajonit përfshi Bullgarinë dhe Rumaninë, vende anëtare të Bashkimit Evropian. Krahasoni pak ku janë sot. Kanë zbrit të fundit. Sali Berisha me këtë dorë nuk ka firmosur kurrë ndërtimin e asnjë vile, asnjë shtëpie, për asnjë zyrtar, për asnjë oligark dhe pas kërkon. Edi Rama ka dhuruar miliona metër katror trull dhe miliona sipërfaqe ndërtimi, vila, luksoze, për qeveritar dhe biznismen të tij, resorte turistike me para droge. Pra, le t'i marrim pak t'i krahasojmë, por kjo nuk
sot për sot e rëndësishme është që kërkesat e opozitës, është opozitë dhe ajo është opozitë pa diskutim, po kërkesat e opozitës që janë sot dhe kërkesat Partisë Demokratike të realizohen sa më parë. Uran Koni, doktor, dje bët denoncim për tokat e Vunojit, një denoncim që ishte shokues për mënyrën e falsifikimit të pronave dhe përdorimin e tyre nga krimi organizuar dhe pushteti. Dhe po dje nga protesta u bë deklarat nga një person se ju dhe familja juaj keni marrë 63 hektar në Divjak. Pse kjo? Kjo, do të thënë, unë e ndëgjova dhe i të fanoroj për pyetjen, natyrisht reagimi që u bë dje nga një person i paguar për një trillim të turpshëm, një përpjekje për të përbaltur Sali Berishën, por edhe kauzën e protestës, është i turpshëm. Fatmirësisht i dashur mik, Sali Berisha dhe fëmijët e tij janë sot të vetmit shqiptar, unë në politikë dhe ata rreth meje, sigurisht familja ime, të cilët janë hetuar për të gjithë veprimtarinë e tyre 35 vjeçare, përfshim besat e mia vite para lindjes tyre. Që s'mu ndodhë kur, po këtu ndodhë çdo gjë. Dhe ata nuk kanë patur kur, dhe nuk kanë kur, as një metër katror tokë, në publike apo private, në Divjak dhe në një vend tjetër. Nuk kanë përfituar kur. 1 metër katror tokë, 100 darkë, nga fonde publike dhe të gjitha janë të dokumentuara. Kështu që ajo ishte thjesht një përpjekje për të sfumuar ato dokumenta që unë paraqita, ku në Vuno toka e paraqitur si publike në hartë nga indjeri Artan Lame, për të cilën ai shkarkohet 5 ditë pas paraqitjes së hartës, është bërë me pronar Salvador Aliu, një qytetar nga super trafikant nga Kavaja apo Elbasani, dhe që toka që paraqitej aty, paraqitej si ullishte në kohë kur ajo ishte në mes të pyllit me shkurre, dhe paraqitej si ullishte sepse ullishtet janë ndarë fshatarve, kurse shkurret dhe kullotat nuk janë ndarë në Vuno. Paraqitej kartelat e pronës nuk kishin shitësin e pronës, certifikata jo e jo, indjeri Artan Lame kishte vendosur kufizim mbi atë pronë, sepse një peshkaqen me lidhje me Vunojnë, Rama me familjen e tij, duart e tij të zeza i ka aty. Kjo është e vërteta. Dhe kjo dosje është në SPAK, sigurisht SPAK-u, se po jeton, po kjo SPAK-u nuk e heton Edi Ramën. Të harroj kush se mund të hetoj SPAK-u Edi Ramën. Përkundrazi, SPAK-u mbron Edi Ramën, sepse toka thot u ble, toka në vitin 2020, në një kohë kur absolutisht aty, as 1 metër katror kund nuk e gjen ndën 100 euro, toka Buzdetit, ishte ble me 3-4 euro. Salvador Aliu, alias Edi Rama, e kishte ble apo shit me 3-4 euro. Faleminderit.
Alban Kole Caku. Përshëndetje, doktor Berisha. Jam Alban Caku, jam pjesë e një grupi demokratik në Itali. Në rast dorëheqjet e Edi Ramës, cila mund të jetë zgjedhja e duhur për një qeveri teknike deri në zgjedhjet lira? Mendoj se qeveria teknike duhet të jetë një qeveri me specialist, me ekspert, me qytetar dhe jashtë partive politike. Ajo duhet marrë, pa diskutim, votbesimin në parlament mbi bazën e një marrëveshje paraprake, por duhet të njohim është një uragan gjigant rinor qytetar që ka marrë këtë kauzë në dorë dhe Partia Demokratike e mbështet atë plotësisht si kërkesë të një opozite, të një populli opozitar, qytetar, nuk ka kriju parti, është në tagrën e tij të veprojë si të dojë, por kërkesa është jashtëzakonisht dhe zhvillimi është historik. Pyetja e fundit, Arbër Mitrushaj. Përshëndetje, zoti Berisha. Duke marrë nga shkas nga ngjarjet e fundit, dua t'ju bëj 2 pyetje. E para, pas protestave dhe tensioneve të fundit politike në vend, cili është plani konkret i opozitës për të sjellë ndryshim politik dhe për të garantuar zgjedhje të lira dhe të besueshme? E dyta, nëse opozita vjen në pushtet, cila do të jenë 3 vendimet e para që do të merrni për të luftuar korrupsionin dhe për të rikthyer besimin e qytetarëve tek institucionet? Pyetje e drejtë. Së pari, për zgjedhjet, opozita, siç mund ta dini zoti Mitrushi, ka arritur të sanksionojë në të gjithë dokumenta ndërkombëtare se zgjedhjet në Shqipëri ishin zgjedhje në kushtet partisë shtet, pra ishin farzë zgjedhore. Dhe kjo ka bërë, ose për këtë arsye, Qeveria e Shteteve të Bashkuara nuk ka urue Edi Ramën pas instalimit të tij me mandatin e 4, kurse Parlamenti Evropian, edhe në raportin që miratoi Parlamenti Evropian që miratoi para 3-4 ditësh, bën fjalë për një shkrirje të linjas ndarëse midis institucioneve shtetërore dhe partisë së Edi Ramës. Kjo është një arritje e rëndësishme, pra pse është shumë e rëndësishme? Sepse është faktuar që Edi Rama nuk ka legjitimitet si qeveri. Dhe natyrisht ne mbetemi të vendosur të vazhdojmë betejën tonë, nuk kemi thirrë protestë gjatë këtyre ditëve për arsye se nuk e gjykuam të drejtë të rivalizojmë një protestë qytetarë rinore, por e gjykuam më të drejtë që antarë dhe mbështetësit tanë të jenë të pranishëm në qindra dhe mijëra në këtë protestë dhe kjo po ndodh. Këto ishin pyetja, doktor, një përmbyllje. Edhe një herë duhet të ftoj çdo qytetar dhe qytetar shqiptar, çdo mbështetëse dhe mbështetës, antar dhe antar të Partisë Demokratike. Sot, më shumë se kur, të vërshojmë drejt bulevardit, shesheve dhe rrugëve të Tiranës. Të mbështesim këtë protest, kauza e cilës është kauzë e çdo qytetari që beson në lirinë vlerat e saj, që beson se vota e lirë duhet përcaktoj qeveritarët e këtij vendi, që beson se zgjedhjet e lira janë kushti më themelor për një kombë që të ketë të ardhmen që meriton. Faleminderit.